U rikthyem tashmë në studio me avokatin e njohur, zotin Sami Zeka. Shini ju se është ashpërsuar politika edhe ndaj emigrantëve të ligjshëm? Nuk besoj se është ashpërsuar politika aq shumë sa që njerëzit mendojnë, por mendimi tim është që po zbatojnë ligji, sepse shumë nga këto ligje që janë tashti kanë qenë edhe më përpara, por nuk zbatoheshin. Edhe më konkretisht, patjetër që edhe përpara nëse ishte nën shtetas amerikan që kishte ardhur këtu e kishte marrë shtetësinë këtu, nëse ti bën një fraud për gënjeshtrim ose një gjë kriminale, gjithmonë shteti ka patur të drejtë për ta hequr shtetësinë. Tashti, po, në Amerikë ka qenë. Po, unë e di që personat cilët kanë qenë këtu me nërshësie se me green card kanë qenë një rast për shembull, kanë qenë në moshë të re, janë ngrindur me grushta në shkollë, në moshë shkollore të mesme 18 vjeç, edhe njëri ka thyer shpatullën atë diçka, edhe personi tjetër nuk ishte më të drejtë për në shtetësi amerikane, ishte hequr e drejta për në shtetësi amerikane, për shkak këtij incidenti rinor, po... Po, pra, dhe këto ligje kanë qenë edhe më përpara, por nuk zbatoheshin në të njëjtën mënyrë siç po zbatohen tashti. Dihet ajo që nëse ti mund të ishe fajsor për çështje kriminale të rënda, siç është vrasja me mendim, me paramendim, apo dhe për gënjeshtrim, atëherë shteti amerikan e kishte të drejtë për ta hequr këtë në shtetësi. Të njëjtin gjë është dhe kur një emigrant aplikon për shtetësi. Në mënyrë që të kualifikohesh për shtetësinë amerikane janë disa kritere. Një nga këto kriteret është dhe çështja jote kriminale. Në qoftë se ke patur çështje kriminale ose je shfallur fajtësor në Amerikë, atëherë do kalosh një procedurë tjetër që edhe mund të mos e kesh atë drejt për shtetësinë. Unë e di që edhe nëse ke DUI, domethënë e kapur me pije, e humb të drejtën për të marrë shtetësinë. Është e vërtetë kjo? Nuk besoj se automatikisht e humbet të drejtën për shtetësinë sepse je i kapur, i dehur duke ngarë makinën. Ka mënyra që njeriu rehabilitohet, varet se sa kohë ka ndodhur që nga koha që ai është kapur i dehur në makinë, ai ose ajo person, që janë shumë variante që nuk mund të thuash që e humbet të drejtën vetëm me një të kapur i pirë duke ngarë makinën. A mund ta humbasësh? Edhe mundet, varet dhe të rehabilitimi që ky person ka ndjekur, dhe nëse ka patur më shumë se një DUI, po, është me vështirë. Atëherë, për ta mbyllur, zoti Sami, zoti avokat, çfarë duhet kem parasysh emigrantët shqiptarë të cilët ende nuk i kanë zgjidhur problemet e migracionit në këtë moment kur është ashpërsuar dukshëm qëndrimi ndaj emigrantëve të paligjshëm? Ashtu si tham, në Amerikë ka shumë emigrant ilegal, duke futur këtu dhe shqiptarët. Një këshill që do t'u jep nga çdo emigranti ilegal shqiptar është konsultoni me avokatët. Ka shumë mënyra për të mbrojtur. Konsultoni me avokatët tuaj, qoftë edhe një konsultim të vogël, që ta dini dhe ju të drejtat tuaja si ilegal. Çdo ilegal në Amerikë mund të ketë të drejta për të qëndruar. Kështu që duhet të dishit të gjitha ligjet e Amerikës. Dhe nëse ju jeni në procese sipër, vazhdoni të njëjtën procedurë që keni bërë, me vizitat që keni patur dhe që keni schedule me agentët federal për check-in që shpesh e bëjnë. Dhe gjithmonë u sugjeroj që të shmangni demonstratave apo vendeve ku është njerëzit në masë dhe ka shumë aplikacione tash ku mund të ndjekësh se ku ICE agents janë dhe parashikohet të venë. Konkretisht në Philadelphia parashikohen të vinë këto 2 javë, duhet të jenë të njëjtin, parashikohet një numër masiv i agentëve në Philadelphia dhe në zonat rrethore. Po, Philadelphia vetë
si qytet është Sanctuary City, Po, ka qenë... Kjo e drejt nga e lind këtyre, se këta duket si kur janë shmangin ligjet federale këta qytetet që shpallën Sanctuary, apo... Kjo është votuar nga Këshilli Bashkiak i Filadelfias, nëse vendosin të bëhen sanctuary apo jo. Në vendet, në Philadelphia County, që quhet county, ligjet lokale gjithmonë i zgjedh Këshilli i Bashkisë. Kështu që nëse një qytet apo një county zgjedh të bëhet sanctuary, është komplet vota e këshilltarëve të zgjedhur nga populli. Historikisht, që në vitet 1710, Philadelphia ka qenë vend sanctuary. Ka qenë një problem tjetër, pyetje që ndel nga emigrantët, është fakti disa emigrantë janë këtu në Michigan, por çështjen e azilit për shembull e kanë në New York, e kanë në një shtet tjetër. Për arsye të ndryshme, apo i është thënë se është më kollaj atje, a duhet të shkojnë, apo ku duhet të vënë këta njerëz? Në të parë varet se ku ke jetuar në ato momentet kur është bërë aplikimi. Si individ, si emigrant, qoftë legal apo ilegal, në qoftë se nuk je shtetas, çdo person që vjen në Amerikë duhet të update adresën brenda 10 ditësh nga data që kanë dëshuar adresë. E është detyrë, është ligj, që nuk duhet kalojmë shumë se 10 ditë që ka lëvizjet në adresë të re për ta njoftuar emigracionin. Kjo bëhet fare kollaj online, është një formular shumë i lehtë, një faqe, dhe në qoftë se ju si individ keni lëvizur dhe ka kaluar më shumë se 10 ditë, nuk e njoftuar emigracionin, atëherë jeni përsëri në thyrje të një ligji tjetër. Tash çfarë ndodh, shumë veta që aplikojnë për çështje federale emigracioni, si avokat, ne është detyra jonë të shikojmë se ku e kemi përqindjen më të mirë për të fituar. Kjo, duke analizuar nëse gjykatësi është një person që kemi qenë para ti dhe jemi më konfident. Po. Dhe shikojmë dhe shumë vendime që kanë nxjerrë përpara këta gjykatës, domethënë është puna jonë që të bëjmë më të mirën për klientin. Në bazë të këtyre përvojave që kemi patur, në bazë të përvojave që kanë patur dhe avokatët të tjerë, mundoheni që të gjejmë një arsyetim për ta çuar një çështje në një gjykatë versus një gjykatë tjetër. Kjo ndodh shumë herë në gjykatat federale, por në gjykatat e shtetit nuk ndodh. Për çështje migracioni ndodh. Për arsye sepse në qoftë se vete në New York sepse një gjykatë atje është imigrant, i ardhur nga Evropa, teknikisht mund të jetë më shumë simpatik për më shumë si më jetë më liberal për çështjen. Po. Tash një problem, një pjesë e mirë e emigrantëve shqiptar që kanë ardhur kanë kërkuar azil. Por kushtet politike në Shqipëri kanë ndryshuar gjatë viteve. Si janë raportet e dhënies së azilit sipas përvojës suaj? Ka pak, as pak, apo duhen çështje mjaft specifike për të marrë azil për një shtetas të Shqipërisë apo të Kosovës? Në mënyrë që të analizohet situata e çdo personi, rreth parë duhet të ditë informacione specifike, gjithsesi. Në vitet 90 azili, nëse vjen në Amerikë dhe aplikon për azil politik, në 90% rasteve ishte pothuajse fituar. Pas viteve 2000, sa vjen është bërë tepër e vështirë. Në 10 ditët e fundit, sidomos, unë nuk u sugjeroj personave ose klientave tim që të bëjnë azil politik nëse nuk kanë fakte jashtëzakonisht shumë të forta. Është një përqindje tepër e vogël e azileve politik që vijnë nga Shqipëria që janë dorëzuar në 10 vitet e fundit që kanë fituar. Është numër shumë i vogël. Sepse situata në Shqipëri kanë ndryshuar, Shqipëria njihet si një vend demokratik ku e drejta e njerëzit ekziston dhe nuk ke fakte të forta për azil politik, vetëm nëse çështja e çdo personit është kaq e tillë sa me të vërtetë duhet një azil politik. Zoti Sami, ju falenderit për intervistën tuaj, për faktin që ishit në studio dhe për njohurinë edhe thjeshtësinë se si trajtuat problemet në mënyrë që teleshikuesit tanë
të arrin të kuptojnë edhe ku qëndron për shembull situata e sotme në Minnesota dhe çfarë mund të presin nëse do ndodhen në mbikëqyrje të ICE apo emigracionit për deportim, masa që duhet marrin për të qenë brenda ligjit dhe për të qenë sa më të mbrojtur për veten e tyre dhe praninë e tyre në Shtetet e Bashkuara. Edhe njerë ju faleminderit dhe miru takoshim në emisionet të tjera. Faleminderit, zoti Doçi. Të dashur televizionist të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument me avokatin e mirënjohur nga Filadelfia, zotin Sami Zeka. Miru takoshim në emisionet të tjera.